mirë se erdhët. Vazhdojmë me recetën tjetër të dytën, këtu në rezen ton, gati me perime tani. Kemi një recetë të shpejt, si çdim ne t'i sjellim recetat, sepse duhet patjetër që t'i lehtësojmë punën avisave, e t'ju shuajmë atë dilemën se çfarë do gatojmë, do një gjë të mirë, të lirë, edhe mos na marrë shumë kohë, se kemi dhe gjëra tjera për të bërë. Patjetër që po. Atëherë një gjell me speca. Një gjell me speca, me oriz dhe domate. Besoj se të paktën, brezi im e ka konsumuar nga prindrit shumë këto ushqim. Ndërsa brezi im kujton ato aromën e mirë që vitet e shkalla nga kjo gjella, kur bëheshin specat, sepse edhe toka ishte ndryshe dhe kishin një shije komplet ndryshe specat dikur. Megjithatë, ti na ke sjell një gjellë që na ofron atë mallin e pranver verës, kryesisht fillimi verës, kur dalin dhe tani duke qenë se kanë dalë shumë më herët për shkak të ngrohjes, i gjejmë edhe të freskëta, ka edhe të mira. Pra, përpara se unë të vendos qepën... Bëjmë një salcë në çast, salcën e domates. Direkt qepën. Pra, ti themi pak produktet atëherë fillimisht. Edhe një pjesë të specit. Kemi speca, disa ngjyshe, jeshile, të kuqe, të verdha, kemi domate dhe domatina, pra pomodorini, qepën, orizin, hudhrat. Më të organizuara i keni në tabelë, merri një shënim, gjell me speca dhe oriz. 4 speca jeshil shumë ngjyrësh, gjithashtu një qep, 2 thelpinj hudhër, 2 domate të pjekura, 1 filxhan çaj oriz, 3 filxhan çaj ujë ose lëng perimesh, 1 lugë gjelle vaj ulliri, krip dhe piper sipas shijes, pak rigon ose trumz dhe majdanos, koper, në bimët aromatike, pastaj ne e lëshojmë dorën. Na pëlqen t'i përdorim deri në fund dhe kryesisht nëse u mbasim vlerën bimë aromatike, po t'i lëmë kështu jeshile siç janë. Aty kemi speca dhe domate, speca të kuq, për salcën. Pa shiko, kemi një salcë që kemi gjithmonë atë dilemën. Ora unë do gatuaj, por ajo salca mua nuk më dele kuqe. Më dele kuqe gjella. Ja, ky është problemi i salcës. Kjo është zgjidhja që japim ne. E sakta dhe më sakta, zhvendosni një qep të kuqe. Po, edhe një specin, domaten. Në çdo gjellë, në çdo të bamjet, mashurkat, patatet. Është opsionale që mund të vendosni edhe pakës karot. Kështu si të bëre, me këtë salcën, e që ta bëja unë, ta ka urdisja pak, do t'i shtoja pak vesë, një vesë të rahur, pak qumë sherza dhe një recet tjetër. Ajo është kime domate. Kime domate, mrekullim. Kime domate. Pa rrugës në mbetet pak shumë nga salca, nuk e hedhim, e përgatisim. Ne tani kemi fiks me masat që do t'na përgatitet receta e specave me oriz dhe me salcë domatesh të freskët, pak hudhër, sa për t'i dhënë ato aromën edhe shijen karakteristike. Të ka urdiset pak qepa. E lëm të ka urdiset pak me kripe, ndihmojmë pak me kripe. E lëm. Kam specat. Specat. Kështu në shkopin, në zhuljen. E mira, që të kemi speca 3 ngjyrash, bëjnë diferencën. Ato e ke spec mbushje, spec zile, që e ndryshe. Të kuqe jeshile dhe pak më të hapur se jeshilja. Në shitje një 3 speca, por ato që janë e verdha, e kuqja,
Jeshile, si ato më të janë rralla ato. por janë dhe më të shtrenjta. Edhe më të Dhe unë shtrejta. prandaj vendos që t'i gatuaj me këto. Patjetër që speci i mbushjes zbutet më shpejt se zilja apo briri. Llojet e specave Po. këto. Speca zile, për skuqje, Zile ma ke me hile. Vetëm speci ngjyrshet. i mbushjes është. po, E largoj. për zbutur qefa. Shtojmë orizin aty. Një trazim. Derisa të filloj e të zbutet, e keni parasysh kur bëjmë risotto, pjesa e orizit, për shembull marr vetëm një oriz, duhet jetë aq i butë sa që dy thonjt Ndahet, po. të shkojnë deri në zemrën e orizit. Edhe Do kokra thoni bëhet ku më është zemra e orizit, transparente. diku nga mesi. Bëhet dhe më transparente kokra dhe Pra fillojmë, nuk duhet oriz kokër gjatë, duhet, ja, ky, rumbullak. Dhe e përzijej me shumë dashuri. Kam 2 thelpi të hudrës. pra shtypja dhe grija më pas e udhrës është e duhura. Se janë disa procese që duken si të parëndësishme dhe të pavlefshme për t'i thënë, po janë ndikuese goxha në shijen e gatimit. Për shembull, një rast konkret dhe shumë i thjeshtë është hudhra. Nëse atë e hedhim siç është si thelpi hudhre, nuk do të ketë atë shije dhe atë aromë që do të kishte nëse do ta shtypnim dhe do ta grinim në të Ka njëjtën kohë. shijen e mishit. Nuk ka Po, aromë të fuqishme, Në këtë sepse rast. zbutet. Pra kalon tamam se shija e trurit. Nëse ne e kemi të tillë dhe hedhim në fund, ka shije të duhur. Nëse ne e hedhim me lëvozhk, kur bëjmë thjerrzat, me lëvozhk, është e duhura, nuk lejon aromën. Pra ka mënyra të ndryshme. Nëse ne e bëjmë pure, shija është më e fuqishme normalisht kur e shtojmë në fund diet. Prandaj ne mund ta zvendësojmë dhe me hudhrën që është pluhur. I kam të Një gjitha ditë tjetër, këtu. sepse janë aq të panumërta efektet dhe benefitet që kemi nga konsumimi i hudhrës, kryesisht të freskët, edhe në gatim po edhe të freskët, sa e quaj me shumë vlerë që një ditë, meqense ne hudhrën e përdorim në çdo gatim, të sjellim një material, një informacion detajues pikërisht për hudhrën, do ta kemi shumë shpejt. Dhe a di që do kemi materialen, duhet të kemi dhe të paktën, duhet të kemi gatimet vetëm me hudhra. Po, mund të bëjmë, për shembull, në një salcë me hudhra, në një supë me hudhra. Hudhra bëhet edhe gliko. Deri te glikoja. Po, deri te glikoja. Mbasi e lëm në ujë që të ikin të gjitha aciditetet dhe kur ngel bosh, kur themi bosh, nga ndonjëherë kur thëm, u ngela bosh, pa fjalë, atëherë ne fillojmë dhe e gatuajmë hudhrën. Është i puna e kumkatit, e limonit të vogël kinez. Po. E tillë duhet të ndiqet procedura e glikos. Këtu bëra një shuarje, jo me verë, se s'm duhet vera, është gjell tradite. Në fund fare do t'i shtojmë këto të tjera, kur të zgjedhë pak orizi, që Unë të do të shtoj- lëm pak kohë. Salcën. Që ka brënda dhe një herë domate të kuqe, spec të kuq, shtuam edhe një karot. Që të ruaj ngjyrën e kuqe deri në fund, shijen aromat gjitha. Edhe t'i japi bukuri pjatës. E trazojmë dhe e di si duke sikur kemi shtuar fiks panxhar. Po. Atë të kuqe të flakt ka. E lëm tani pra qepën, shtuam orizin, e zbutëm qepën, shtuam orizin, shtuam të salcën që përgatitëm në çast, dhe pasi të ketë marrë valën, Albana do të shtojë edhe specat
disa ngjyshe, hudhrën. Kam diçka tjetër. Do t'i kaloj në tigan. Do t'i japësh një fuqe të lehtë, një kahurdisje të lehtë. Do t'i begenis ashtu siç duhet. Mirë se erdhët, vazhdojmë të jemi në kuzhinën e për recetën e specave me oriz, një recetë e thjeshtë, e shijshme shumë, ka ngjyra, ka shije dhe aromë, dhe është shumë kollaj për ta përgatitur. Shohim së bashku edhe një herë tabelën me përbërësit, se çfarë përmban kjo recetë, përveç specave, të cilat është kusht që të jenë të paktën dy ngjyra, të kuqe dhe jeshile, gjë që mund t'i zgjedhim dhe t'i gjejmë kollaj fare. Pastaj duhet një qep, cilën e kahurdisni, 2 thelpinj hudhër, të shtypur dhe të grirë, 2 domate të pjekura, 1 filxhan çaj oriz, 3 filxhan çaj ujë ose lëng perimesh, 1 lugë gjelle vaj ulliri, krip dhe piper sipas shijes dhe pak rigon trumz për ta rregulluar shijen, pastaj koper majdanoz bim aromatike sa të doni ju në fund fare pasi të ketë përfunduar receta. Kemi nisur duke kahurdisur qepën, zbutur qepën, më pas shtuam orizin në të, e kahurdisëm pak sa orizi të bëhet transparent edhe të shtypet, po krajot e tij, më pas shtuam salsën të përgatitur vetë me domate të pjekura, me spec të kuq dhe me 1 karotë. E shtuam salsën, e kemi lënë në vatën tjetër që të shtojmë hudhrën. Dhe, si që thamë, specave do t'ju japim një kahurdisje, një zbutje. Po në shije do t'jenë pak al dente. Sa shton hudhrën, aroma e specave është më e fuqishme. Po, gjë e mirë kjo. Tregon që janë të mira specat. Po. Nuk e di, mbase në proces termik, nuk e di, mbase mund të jenë të një zone, nuk e di. Po janë të serave, tani kështu që vahet nga fara, nga lloji i tyre. Domatet. Fidanët. Pra, preferoj që të kem edhe gjysmën e domateve, ta kem të tillë, të kaluar në specat. Do më eglendxhe, marë bimët aromatike. Do me bollik. Okej, edhe koper edhe majdanoz. Gjitha. Pra, edhe koper dhe majdanozi, edhe për shijen e hudhrës që kemi shtuar në tigan, përveç se na japin atë shijen fantastike në kuzhinë, na lehtësojnë të largojmë aromat e hudhrës. Për shembull, nëse dikush dëshiron të konsumojë hudhrën, por ka problem tretjen dhe dihet që hudhra për shkak të substancave të fuqishme që ka, ndryshe nuk do të ishte një antibiotik natyral, ka dhe atë aromën që ndoshta është bezdisë për dikë tjetër, po edhe për personin që e konsumon, sidomos personat me tretje të ulët. Një mënyrë për të larguar aromën e hudhrës është edhe majdanozi. Një tuf majdanoz dhe gjithçka eliminohet. Pak uthull, moll gjithashtu, qumshti, janë disa mënyra që i kemi treguar për të eliminuar aromat. Dhe jo vetëm të hudhrat, po edhe kur konsumojmë ushqime me proteina, salcice salamra për shembull gjithashtu. Është një nga mënyrat për ta rifreskuar aromën e gojës. Ndryshe pastaj ka dhe mënyra tjera më të thelluara. Gati tani për ta përfunduar recetën. Pra edhe ky procesi i kahurdisjes, i zbutjes pak fare të specave më njanë në i tigan, është i rëndësishëm. Duket shumë e bukur gjella, me ngjyra, me shkëlqim, me ngjyra, me sasinë e duhur të orizit, specave, ekuilibri që do të ketë për shembull, ju po të doni, a mama ta bëj një ndryshim plani,
Ma se vdes për kundërshimet e flanin. Më shani më pas. Së s'kam qa bëja. Më shani më pas. Qa do t'jedhë? Është në një copë djatha, në një Aman. veza. Dhe shohim qarë të lindi si ide. Ma se. Jam e së Po mirë bërë. Mirë bërë, se ndoshta të frymëzoj edhe kamera jonë. Ja. Për kremviçet e viçit të tonës. Qa ti bëj tonës unë? Qa ti bëj? Pja një prerje. Edhe nuk ju bezdis fare, si që kam kështu të tillë. Si që është e tillë. Që shije ka. Çfarë shije ka. Deri diku orizi ka zier. Tani edhe një val do të marri dhe është gati. Është një gjell e trash, nuk është e lëngshme që të ngjyhet, sepse ka orizi dhe e përthith gjitha lëngjet. Sa të zbuten, e të lëshojnë aromat e tyre copëzat e salçiçes. Mua mamaja më ka bërë tetanike. Dhe në base këto veprimet e mia që janë gjithmonë spontane, duhet të lidhen me këtë. Lindjen para kohë. Tetanikun tim. Lindjen para kohë. Mama, mirë ke bërë që më ke bërë tetanike, sepse më vi shumë ide gjatë gatimit. Është spontane, është spontane. Tani, servirim këtë recetë. Shumë pak, shtoj edhe ja. Të dyja receta do përfundojnë paralelisht bashkë me patatet në furrë që, si që shihni, është përthar, është përthithur pjesa e lëngshme e beshamelit, po ashtu do t'i lëmë dhe pak ko patateve që të zbuten ato dhe i kemi gati. Kemi dhe i për receta, pa tjetër. Servirim gjellën, nuk bë gati ajo? Gjella duhet të jetë ja thot të këtë zjerë orizi. Jo ta përfitë komplet lëngun, sepse normalisht gjatë ftohjes do të përfitet do gjithashtu. mbikset akoma dhe më tepër. Kjo është gjella pra me speca dhe oriz. Del shumë e mirë. Çfarë të hash ose e kam bërë unë? Jo. Sepse është gatimi i tillë. Janë produktet e tilla. Edhe në këtë sallami që vuaj tani në fund fare kremviçet, me thënë drejtën, gjithë talentin tim e shkriva këtu. Asgjë tjetër, vetëm oreks tani për këto që do ta konsumoj. Pak bukë. Sikur të kishim tha ca qereste. Moj the fare, kështu si që është, ka nevoj fare për bukë. Si që është, ndër të vetmet që nuk ka nevoj, se themi zakonisht kishim një kore për ta ngjyrë, po është shumë okej dhe kështu si që është. Ka ngjyrat e duhura, kremozitetin e duhur, trajtën që ka marrë, e servirim të gjithë pjata, se jo se është për një porcion. Por, ju pastaj në varësi të që është janë bitort. Në varësi të sa antar jeni në familje, shumica janë 2 që në ndjekin, do t'i paksoni produktet. Pra do të keni 2 speca, pak më pak oriz, një qep e vogël, kopër majdanos me shumicë sepse ju bën shumë mirë.